Reagimi i Kiara Titos ka ardhur me njëherë pasi lajmi për humbjen e foshnjës së Kleas dhe Endrik Bebës preku të gjithë publikun shqiptar. Moderatorja e njohur, e cila shpesh është treguar shumë e ndjeshme dhe e lidhur me historitë njerëzore, këtë herë ka zgjedhur të ndajë një mesazh të gjatë, të sinqertë dhe jashtëzakonisht prekës. Kiara e ka nisur reagimin e saj duke thënë se lajmi e ka shokuar dhe e ka prekur thellë, duke krahasuar dhimbjen e çiftit me një plagë që çdo prindë ndjen në shpirt, pavarësisht se nuk e ka jetuar vetë një përvojë të tillë. Ajo thekson se momenti kur një nën humbet foshnjën e saj është ndër tragjeditë më të mëdha njerëzore dhe nuk mjaftojnë fjalë për ta shëruar apo për ta bërë më të lehtë. Kiara ka treguar gjithmonë se është shumë e afërt me emocionet dhe këtë herë nuk e ka fshehur as pak tronditjen. Ajo shprehu jo vetëm ngushëllimet e saj, por edhe një lloj admirimi të thellë për forcën e Kleas, e cila e ndau publikisht këtë dhimbje, duke hapur zemrën para njerëzve që e ndjekin. Të flasësh për një humbje të tillë kërkon një forcë të jashtëzakonshme, shkroi Kiara, duke e quajtur Klean një nën me shpirt të madh dhe zemër të pastër. Mëtej, Kiara vuri në dukje se shoqëria shpesh nuk di si të flasë për humbje të tilla. Ato janë dhimbje të heshtura, të mbajtura brenda mureve të shtëpisë dhe zemrës, pa guxim për të ndarë. Por zgjedhja e Kleas për ta bërë publike e ka hapur një rrugë shumë njerëzore dhe të rëndësishme, që askush të mos ndihet vetëm në dhimbjen e vet. Kiara theksoi se shumë gra kanë kaluar të njëjtën tragjedi, por nuk e kanë folur kurrë, dhe se mesazhi i Kleas ka qenë një dritë për të gjitha ato nëna që e mbajnë ende brenda vetes një plagë të ngjashme. Në një pjesë tjetër të reagimit, Kiara u përpoq të jepte çiftit një shpresë të vogël, duke kujtuar se dashuria e njerëzve përreth, familja, miqt dhe komuniteti i tyre do t'i mbajnë të fortë në ditët që vijnë. Ajo shkroi se dhimbja nuk zhduket, por mësohet dhe kujtimi i një engjëlli kaq të vogël mbetet përgjithmonë një pjesë e zemrës së prindërve. Engjëjt e të vejgjelve që nuk arritën të vinë në këtë botë, tha ajo, na kujtojnë gjithmonë se dashuria është më e fortë se çdo tragjedi. Në fund të reagimit të saj, Kiara dërgoi një mesazh të ngrohtë drejtuar personalisht Kleas dhe Endrikut, duke uruar qetësi dhe forcë në këtë kapitull të errët. Ju jam pranë me gjithë zemër, e mbylli ajo, dhe dua të dini se në këtë rrugë të vështirë nuk jeni vetëm. Ju dërgoj gjithë dashurinë, mirësinë dhe dritën që mund të jap sot. Reagimi i Kiarës është pritur me shumë vlerësim, pasi publiku e ka cilësuar si një mesazh të matur, të ndjerë dhe të respektueshëm në një moment teje të ndjeshëm.